jo vetëm në Skenderaj, po në tërë Kosovën do të reflektojmë dhe të gjykojmë drejt dhe të shohim interesin e Kosovës para interesave individuale. Mendoj që nga e tërë Kosova çdo votues i bëj thirrje që ta qetë interesin e Kosovës para interesave çdo interesi tjetër. Mendoj që lëvizja vetëvendosje duhet të ndëshkohet nga të gjithë votuesit në Kosovë dhe mendoj radha nuk duhet të jepet më kësaj partije. Pasi që e shoh si rrezik nëse merr edhe një mandat, do t'jetë i rrezikshëm për interesin e Kosovës. Pasi që mendoj tuj e pa lëvizjet e tyre, tuj e pa përpjekjet që çdo institucion të shtetit ta kop dhe ta mbizotroj vetë, i frigona që gjatë mandatit tashëm po që se i jepet rasti, do i kap edhe gjykatat me të cilët është ka ban luftë vazhdimisht, e të cilat nëse bien në durët e tij, thëmë të drejtën, do t'jetë një rrezik që Kosova të kaloj një periudhë të errët në vitet e ardhshme.